vend këtu për diskutim, nëse do të shkojë ose jo dhe nëse nuk paraqitet çfarë ndodh pastaj? Tani ne kemi parë që SPAK-u është shpesh në objektin e sulmit të qeverisë. Ka qenë gjithmonë, edhe të opozitës. Sidomos të qeverisë. Në rastin konkret, nëse ne kemi të bëjmë me numrin 2 të qeverisë. Dhe nëse justifikohet mungesa e saj për shkak të angazhimeve që ka si protokolli i saj në detyrë, do të thotë që duhet gjendet një ditë tjetër që zonja Balluku të paraqitet në SPAK. Është ky rasti që zonja Balluku mund të anullojë të gjitha punët e saj, qoftë edhe institucionale? Nëse ligji do të ishte i barabartë për të gjithë, atëherë dhe zonja Balluku duhet ta shikonim se të gjithë zyrtarët e tjerë, të cilët janë kërkuar në SPAK për të paraqitur. Nuk kemi përpara një flet urdhër arresti. Kupton? E kuptoj, është një flet thirrje, po. Është një flet thirrje, ku ajo kërkohet paraqitet bashkë me avokatin. Fakti që kërkohet me avokatin do të thotë që ndaj saj është ngritur një hetim konkret. Kjo nuk ka ndodhur me zyrtarët e tjerë, kam fjalën. Do të thënë të kërkuarit të paraqiturit në SPAK me një avokat. Ne kemi parë zyrtarë të tjerë të paraqitur në SPAK bashkë me avokat mbrojtës. Po jo që t'jenë thirrur renkas që duhet të kesh ose të ketë ka qenë e njëjta procedurë, por thjesht ne nuk kemi njoftuar për këtë gjë, sepse mund të kenë qenë në një shkallë më të ulur të rëndësia që ka zonja Balluku. Fakti që ne po flasim për numrin 2, do të thotë që SPAK-u po shkon shumë lart. Dhe nuk e dim nëse Altin Dumani do ta mbyll mandatin e tij me pikë të larta. E ka nënkuptuar zoti Dumani këtë gjë se do të ndodhte në Komisionin e Ligjeve ditë më përpara, teksa ne kemi diskutuar edhe në këtë studio ku tha se unë kam dosje në hetim, ku personazh të tjerë edhe brenda këtij komisionit do të mund të thirren. Po, ai e ka nënkuptuar dhe sigurisht që zoti Dumani është në dieni të gjithë hetimeve që merren përsipër nga varësit e tij. Mos harrojmë që pyetjes nëse ka zyrtarë të tjerë dhe ministra apo në nivel të lartë, zoti Dumani tha që unë nuk mund të përgjigjem një pyetje të tillë, sepse fakti që në dosjet e SPAK-ut në këto 7 vite funksionim të SPAK-ut kemi procese hetimore që i kalojnë emrat jo vetëm të Belindës, po mbas edhe më lart. Okej, ne do të shohim në fakt se çfarë do ndodh të hënën. Megjithatë, një tjetër informacion është se janë ushtruar kontrolle edhe tek bashkëpunëtorët e ngushtë ditën e sotme. Ke informacion